duese edhe shqetësuese për prindrit që kanë fëmijët në përshkolla. E di që është shumë problematike, mi po kërkoj një përgjigje edhe për këtë pyetje. Faleminderit. Faleminderit. Pasi që përfundoi Sonja Podgorica, japim fjalën tash ashtu siç e tham zotëri Ramosës në emër të grupit. Faleminderit kryesues, nuk e mbora fjalën në emër të grupit, po në emër tim. Ashtu u merrëm vesh. Kryesues, ja ti u morë vesh me veten, jo me mua. Okej, tjera herë flasim, hajde. Kryesues, të kisha pas dëshirë, mos na u bë mos sjell në mënyrë të pakulturore, se jetë të shkirë rregullorin e kuvendit. Urna? Jo, e di vetën se me kulturore po zbatuar rregullorin e kuvendit, mos filozofo tash këto. Mos jo, po tregoj se jetë shumë i pakulturuar, i papërgjegjshëm vjen këtë mbledhje. Zotëri Ramosa, Urna. Të kisha lut se nuk të kam as borç as obligim më ofendu. S'tofendova veç në realitet e tregova. Nëse ti menon që është realitet. Jo, se ma shkele drejtën e fjalës ku jo, ta kal. Shkel drejtën. A më përmeni Adelina Beq emrin, nuk ma dhohe fjalën. Zotëri Ramosa. Urna. Ta kam dhënë fjalën. Jo bre. Mirë kuptim. Jo mirë kuptim, jetë zbatu rregullor, por fare me kuptimin këto. Jo sem të zbatu rregulloren. Se nuk shkruan rregullore ti që të gjithë ditën mund me bë replik me drejtora. Po s'kum bë replik gjithë ditën, po ti do të çon ka taku, kaq. Urna e ke fjalën vazhdo, përfundoe, lani këto ofendime, kultura pa kultura, se nuk ja kem bash asnjëri tjetrit, as unë ty as ti mua. Kur ta krysh tregom. Kur në jetën tem nuk i kam thonë dikujt që të s'ki kulturë. Kur ta krysh tregom. Hajde. Po të dëgjoj, sot kish me ful fjalë. O po vazhdojmë në seancën, janë informata, bëni pyetjet, o e ndërprejmë edhe shkojmë te drejtoresh, do më repliku me përgjigjen tonë. Buxheti për renovim të shkollave, që kë kuvende ka votu 2022-ën për 2023-ën. Nuk keni ditë me bo planifikimin mirë, prandaj ju ka shtyr renovimi juve. Sukur qysh nuk keni ditë me bo kërkesën për qerdhjen për Petrovic, keni qumë Petrovic. Bano real dhe ta din qytetarët se nuk është opozita fajtore pse i ke hupt ordën mësimore ti. Është keq menaxhimi juaj, kur keni bo planifikim për renovim shkolla në 2022-ën a votu buxhetin për 2023-ën. Nuk keni ditë me votu, me kalkulu sa pore shkojnë edhe keni dështu. Faleminderit. Zotëri Goshi. Faleminderit kryesues. Faleminderit drejtoreshën për një informatë e cilën na ka sjellë në mënyrë fizike dhe prezencën e sojna. Drejtoresh, ti më herët akuzove për vitin e kaluar, keni sabotuar te alokimet e vitit 2022-2023. Kemi metur në projekte të paralizuar. Sot, në këto alokime, kur ne si opozitë ngritëm shqetësim, a janë të mjaftueshëm mjetet të cilat janë alokuar? Dhe një pyetje apo një shqetësim të cilën do ta lidhim, kanë mësimdhënës të cilët me keqardhje tham po morën shumë morën fjalën, por unë s'posh diçka që than. E ngritën një përshëndetje dhe një mirëseardhje në disa projekte të anekseve të shkollave. Pikërisht në ato shkolla nuk ka ujë të pishëm. Unë e kam dëgjuar vet parafues të cilët e kanë ngritë këtë shqetësim, se nuk ka këtë shkolla ujë të pishëm, ndërsa sot bëjnë një mrekullin në ullën kërri këtu dhe krenari të cilën thojmë aneksin e ka orë. Qa të vinë mëra aneksi pa ujë? Qa do të mëra aneksi pa ujë objektash? Ujë në zonë si dërë. Mu, qka ishte shumë shqetësuese drejtoresh, e po është një pasyre të suksesit. Në pasyre në suksesin nxënësave të nivelit të poshtë të arsimit prej klasës poshtë dhe në klasën e 5, e po është 52.82%. Ndërsa prej klasës 6 dhe në klasën e 9 e ki me 23.89%. Ndërsa në shkollat e mesme të larta të kemi 2 mësimdhënës të. 2 mësimdhënës, edhe sigurisht përveç teje kërkoj edhe këta në të ndihmojnë këtë aspekt, pse ka ro suksesin 16.35, suksesi shkëlqyshëm. Ndërsa
ta kemi të qartë në këtë shkollë, në këto përkatësisht në gjimnazin e Frosha dhe institucionin e arsimit për arsimit profesionale, e kemi 51.12% të pamjaftueshëm. Çka është? Unë nuk deshta më të adresu ty shumë të kjo përgjigje, se kemi 2 mësimdhënës të këtij profilit edhe këta me siguri do të na ndihmojnë. Çka ka qalu këtu te kjo shkollë, te këto institucione, cili ky rezultat na ka ardhur nxënës i përgatitur prej klasës parë deri në klasën e 10. Në klasën e 10 ato është problemi, atu ka qalu. Çka është problemi? Dhe unë mendoj si drejtoresh, ju e di se e keni marrë këtë drejtori trashëguar prej një ekspertit të arsimit të cilët ashtë me vitën për dëkë, po është ashtë i pigjujnë, si kurse që shpatën të zërat e parafalze, unë s'kum qenë ekzekutiv. Unë shumë mirë edhe e fajsoj ata ekzekutivin e më hershme, po nuk e fajsoj asamblejisa, qysh, levizin, thua që del qiknena dhe që leviz qiknena, nuk levizit ashtu. Kjo është vote qytetorit, o të nderuar. Kjo është votë si besimi qytetorit në ka prunë këtu. Nuk levizet ashtu dhe sot kënohëm qa kemi bo. S'kemi bo më asgjë. As qeveria e kalunë si është për më kritiku në fund të në kryt, po edhe ju si një ka bani kur gjë. Unë në fillim ju këmë thonë se jeni do t'jem të mirë, keni kapacitet punës, po një bërë shumë dashërun vetë, më unë bërë së merë me këtë qoshtje. Mirë në mesenet konkrete, ju i keni bo. Po ta përgjigje ka qenë rruga X rruga, mo ledhet X rrugën, për si ka qenë edhe ka keq përdor projektet ashtë ku janë këtë vend. Ti me si keq përdor, se besimin e qytetorit dhe timin personalisht i një ka e theni. Drejtoresh, këtë drejtorit të cilën e keni trashëguar në drejtimin e mjekësisë. Unë e di qysh në vitin e parë, gjysmë vjetorit, 5 londë mësimore të këtij drejtimi kanë mungu profesorat. A janë ende aktualisht sot, si pas një informate, unë ty do të pës, nuk do t'i besoj informates të cilën në merë, ende është mungese këtyne 5 profesorëve po këti lamis. Edhe shtohet pyetja, në qoftë se është qysh lypëm na rezultat suksesit. Pse s'keni morë mosa? Unë dëgjova një arsitim e bone, arsitimin ligjor jam të e kuptu, edhe ashtu është qysh tohet te, një profesor nuk pa tham i pandërgjegjshëm se profesorat të këqillat pandërgjegjshëm s'ka, po profesorat interesit ka, edhe profesora pak ma pak punëtor edhe pak ma shumë punëtor ka. Por pse nuk e gjoni të cilët çdo institucion i shkollës e ka një drejtues, e ka një drejtor, e ka një ushtrues detyre. Ata pse s'komunikojnë? Bile 2 javë ditë të paktën. 2 javë ditë me informu. A mundet me informu? Po bëna përgjegjësi morale, jo ligjore, po morale është. A muna mu vetisu? Po më vetisome. Po jo krenarin të themi, unë e krenari se kum qu 600.000 euro në aneks një shkollës. Po ti, e ke qu një aneks 600.000, po ujna e ke qu në zonësit. Se ke qu në zonësit ujnë. E qysh pa krenuash me këtë punë. Edhe këtu, të në zonësit, të lupton, ata janë fëmijë tonë, janë një paton. Të fundit e kemi përgjësi ligjore. Edhe morale, si të rrinë gati këti institucionit. Institucioni ma i ndishë ma ju të cilet e një krenu me institucionin arsimit dhe shëndetësisë. Të 2 institucionet janë dështunet. Nuk pa thamë ty që i ke dështu, se ti ke morë trashëgugne prej një drejtorit profesional cilën e qunë dhe nuk po mundet mu drejtu. Jo shefi i arsimit do vetë. Po në qësa në shefi i arsimit, nuk du me laku emra. Unë du të kërkoj rezultat suksesit. Faleminderit shumë kryesues. Faleminderit se Trigoshi. Sonja Velio. Faleminderit kryesues, faleminderit edhe drejtoreshës për këtë informatë që na i dha nga Drejtoria Komunale e Arsimit, edhe me të vërtetë është në shqetësuese numri i orëve të humbura. Mirë, po duam u nis për asaj se ne të gjithë e dim se pushimet mjekësore janë të garantuara në kontratën të cilën e nënshkruajnë mësimdhënësit. Dhe ato nuk mund të dim se kur na nevojiten, apo janë momentet kur ato neve na shfaqen problemet shëndetësore. Dhe e dim që ato orë janë të humbura dhe mbesin të paralizuara. Duke ditë se numri i mësimdhënësve në komunën tonë është mbi 300 mësimdhënës, dhe vetëm në një pjesë e tyre, nëse marrin pushim mjekësor, të paktën vetëm 2 ditë, kur një mësimdhënës ndodh që brenda një dite të ketë 6 orë mësimore, atëherë këto shifra mund të janë të larta.
Mirë po, nga drejtoresha në këtë rast, kisha kërku që të monitoroj mirë këto pushime mjekësore. Unë e di që ti nuk mundesh, mirë po ti i ki drejtorat në për shkolla, në për institucione, ata ti monitorojnë mirë këto pushime mjekësore, sepse ndoshta këç përdoren edhe nga mësimdhënësit. Duke ashtu këso edhe që 14 mësimdhënëse kanë shkuar vetëm në pushimin e Lohënis. Në këtë rast, kërkoj prapë nga DKA-ja që të kërkoj procedurat e përshpejtimit të rekrutimit të stafit, që këto vendet të zëvendësohen me mësimdhënës të ri dhe proceset mësimor të zhvillohet normalisht. Mirë po, duhet me cek edhe një të mirë se pagesa për orë shtesë do të ishte shumë e mirëseardhur. Dhe në këtë kohë, shumica orëve të cilat kanë mbetë të pambuluara dhe jo shumica e dini që me 20 orë nënshkruhet kontrata. Nëse është 21 orë, atëherë atë një orë nuk e merr asnjë mësimdhënës se nuk u paguhet. Mirë po në momentin që hyn kjo, po tash ti masi fillon veç pagesa me orë shtesë, besoj që edhe këtu do të bie numri i orëve të humbura. Përveç tjerash është edhe rezultati, do të thonë suksesi i rezultatit, ku nga niveli i parë deri në të pestën, mbi 90% të nxënësave janë pozitiv. Në nivelin e dytë, 6-9 janë 71,68 nxënës pozitiv, kurse të niveli i tretë, 10-12 janë 48,49%. Unë tashti nuk muj me dhonë në një konkluzion sakt, se muj me thonë tashti është real, është në vlerësim real, apo jo real, mirë po duhet ta dim që është gjysmëvjetori i parë, dhe zakonisht në gjysmëvjetorin e parë pak edhe mësimdhënësat e përdorin atë metodën që ta ndëshkojnë ashta këtë gjysmëvjetorin, gjysmëvjetorin e dytë do të tregohet nxënësi më i suksesshëm. Është kjo një metodë, është një praktikë të cilën e përdorin mësimdhënësit. Nuk po du, unë nuk jam të imbrojt mësimdhënësit, as nuk po du me justifikua në këtë veprim. Rezultati është real. Rezultati është ky rezultat që na paraqit këto. Kështu që ata që nuk janë procesin mësimor edhe këtë nuk mujnë me ditë, se kjo është edhe një motiv shtesë që nxënësin gjysmëvjetorin e dytë të tregoj sukses më të mirë. Faleminderit. Ju lutem, lene këtë rolin e baraktarizmi se qëto shqiptarët i kanë qu ku jënë tash, edhe nivelin e arsimit o të gjitha. Zotri Mujota dhe vazhdoj me drejtërishën, po më duket sot pasi me shku gjatë. Faleminderit kryesues, jo kësaj here seriozisht du me mbrojt drejtëreshën e arsimit. Për dy arsye. Akuz ngritën në kuvend, pse janë të redzonca në glavis, çfarë ka drejtëresha, pse janë të redzonca, po kjo natalitetin atje su një prit. Qa kime bon këto? Çështja pak nërësit. Qërën, këto ka njëherë fullëm, po të pika 56, në fillim fullëm tjetër sen të pika 56, e ndryshujme dhe dollëm me bo me ngu vetin, jena ketë kunëra vetë vetës. Si pas statistika, gjdo vetë na kena posë romje numrin nxënësve. Edhe nuk e zonë krenari prufa kur thetë 600.000 euro aneks, kur 39 nxënës të registruën në shkullë, 600.000 euro të një paralele me 39 nxënës, duhet me pos krejt ide tjera qka, se një shkull të shërben të 39 nxënës. Çështja tjetër, të motivimi dhe ndërshkimi nuk më pëlqej, nuk punojnë në këtë në arsim, po kur e një edhe të urë të humbura, kur i një, që ku e ki profesorin, ku shë zavendësën këto, ku për ura qështu, thoja mori drejtëresh, mos dje keqeq, që ku e ki ato, thoja, se kjo, kur të bohën në urë qëtes, nuk kanë më të nejnë ledhët kuvendit, kanë me qku atje mi morë porët.
Që s'ka problemi, se na kena probleme me vetveten. Na duhet më janis pe vetvetes, më ja drejtu gishtin ku janë problemet. Këtu janë problemet që na vetë që tu i kem problemet. Vjen mbledhjet kuvendit, hupu ora atje. Tash dje kthehet pse janë këtu orë mongi. Ku jeti? Pse si mësim? Jenë në kuvend. Kush zavencan? Edhe këtu që t'ja vlerësh drejtëresh orë të humbura, ose e ka lidhur me drejtorin atje muhabetin, i thethaj se s'ta shënej mungesën hiç. Apo den, edhe kjo mund duhet. Çështja në drejtëresh kisha pas dëshirë atje se më ka ikë që kjo pyetje, nëse mund mos më mallon edhe përgjigjen e pranoj edhe me shkrim të shkolla Bajram Currin, fshatin Mullapalc, paralelja Mullapalc. Atje e kem u djeg shkolla vjetër. As nuk kam ndërmor komuna kur gjao për me shku me pastrunë, kum po shumë fëmijë të hyp tash që mujnë mu lëndu. Kisha kërkuën që tjetë një pastrim ato edhe me renovuat shkollë, pse se në Mullapalc nuk e kem as një kabinet. Mujna me shfrytzu edhe pjesë të kabinetin, për mos me renu krej. Po nëse sheni ju të arsyeshme edhe me rënu, ban edhe mu rënu, po i ka disa vlera që kanë shërby edhe në kohën e luftës, si monument, s'kum pos qep me hup aja pjesë e shkollës, po t'ish renovu. Kisha pos dëshirë se këta, kur ke puna e bortjes, këtë pishuin sfidat në arsim, po kur ke me qitë pare ato, kush nuk fëllke as, në fund tani i bin pse Allah që tu pas kum probleme. Duhet me participu, duhet me investu në arsim edhe me lullzu arsimi. Kisha pos dëshirë që unë na kena fillu një projekt si fshat për atë shkollë, po mujna mu da kurdu edhe si ti si drejtëresh, që e shkollë sa ma shpejt më morë një iniciativë mu pastru ato, se është një kaos jarëza kanë shumë kumpot mi shumë vegjel të hype, ato mund të lëndohen, është shkaktuar edhe rrezike, kështu që pano asamblejistat Mirëpellt, mos i hub një orë mësim edhe me orë një rrugë drejtëreshe, se foje on edhe pikresht edhe për juve. Veç ju kësha lutë se disa prej kolegëve asambles more kjo që e keni me legjë, hombni, po inshallah ju jashtë. Besaj, vazhdoj me drejtëreshin, se po ma bojnë shumë me dije për pauzë, mos të mesim me një pikë. Drejtëresha ka mundësi me u përgjigj me shkrem për shkak të drejkës. Po. Po nuk mujna na me shku të e kry ka 2 asamblista, po mdalin jashtë s'ki korom, betë se onë ca në gjyst. A e kuptani tash, se unë për cjellën e pak situatën. Le ta përfundan drejtëresha, nëse ka diçka, nëse ju me shkrem edhe marrim informatën e drejtërisë, që është shumë informate për menimin të ami, ka 3 faktorë që ka me prezentu edhe përfundojnë seancën. Po, edhe asemblistat të thojnë që është në rregull me shkrem, atëherë vazhdojmë pikën tjetër të randit ditës, që është drejtoria e urbanizmit. Po, pa tjetër, informat nga drejtoria urbanizmit lidhur me legalizimin e objekteve pa leje të ndërtimit. Faleminderit kryesues, kjo informat bazohet ligjin për ndërtimin pa leje vitit 2018 dhe në plotësim ndryshim të ligjit të vitit 2024. Nga fillimi i procesit legalizimit të objekteve pa leje në komunën e Shtimes për përkatësisht në zyrën e urbanizmit, i kemi 188 aplikacione, nga të cilat 107 objekte janë të legalizume, 34 objekte janë listë pritjes, edhe i kemi 47 aplikacione me post, nga të cilat 42 janë të pakompletume, edhe pritet të më kompletuar në vazhdim. Duke u bazuar nga këto dhona, unë inkurajoj gjithë qytetarët e komunës time që ta shfrytëzojnë ligjin për legalizim të objekteve pa leje, të cilat i ka rrugë ortofoto e gjatë portalit e vitit 2018. E poshtë, gjitha objektet, shtëpi banimi, objekt kolektiv, kanë mundësi mu legalizu duke u bazuar në këtë ligj. Aplikimet në komunën e Shtimes janë të vogla,
nuk janë të mëdha, besoj që edhe sistemi bankor, edhe çështën e hipotekës ka me lidhje me çështën e legalizimit, kështu që këtë ligj duhet më shfrytëzuar secili nga ne. Se secili kemi shtëpiat, sidomos pjesën e qytetit të pa legalizuar. Faleminderit. Faleminderit drejtor. A keni ndonjë pyetje? Kemi të paraqitur, atëherë faleminderit shumë për prezencën e juaj, të nderuar qytetarë të komunës së Shtimës. Faleminderit për durimin, po përmbyllim këtë seancë të dytë të rregullt, mirupafshim seancat e radhës. Gjithë mirat.